Italia u ka dhuruar forcave detare shqiptare anijen e famshme Libra, e cila u përdor për të sjellë emigrantët në Gjadër, por duket se kjo ka edhe një kleçk nga mbrapa. Pak më parë është firmosur një marrëveshje mes Fincanterit, kompanisë së prodhimit të anijeve me bazë në Itali, dhe Kajos, kompanisë shtetërore për sigurinë, që do të përfshi prodhim anijesh. Kjo kompani do të ketë degën e saj në bazën e Pashalimanit. Kjo u konfirmua nga ministri Piro Vengu. Memorandumi që u nënshkrua sot mes këtij kantieri dhe Kajo është një hap i rëndësishëm për jetëzimin e Pashalimanit. Bashkëpunimi mes Kajo dhe Fincantieri do të ketë një punë të dyfisht. Ai nuk do të fokusohet vetëm në raportet luftarake, por edhe në raportet tregtare mes dy vendeve, tha Vengu. Fincantieri është një kompani italiane ndërtimi anijesh me seli në Trieste, Itali, por këtë marrëveshje e ka nxjerrë zbuluar ish ushtaraku Artur Meçollari. Ai ka zbuluar se si qeveria prishi bashkëpunimin me holandezët, ndërkohë që e merr nga Italia një anije që del nga përdorimi për 3-4 vite. Qeveria holandeze dhuroi 12 milion nga 32.8 milion euro për ndërtimin e 4 anijeve patrulluese në bashkëpunim me Damen Shipyards në Pashaliman. Pra 1.5 anije janë dhurate qeverisë holandeze. Prej 11 vitesh, qeveria shqiptare zvarrit bashkëpunimin me Damen Shipyards, dhe pse 4 anijet kanë 11 vjet pa mirëmbajtje. Sot nënshkruhet marrëveshja me Fincantierin për Pashalimanin, pasi qeveria italiane i fali forcave detare një anije 34 vjeçare, që për 3 deri në 5 vjet del nga armatimi, dhe pajisja me këtë anije nga eksperienca në fuqi quhet hop cilësor. Prisni se ka akoma më për Pashalimanin, po nga shtatori do të flas qeveria pasi të fitoj zgjedhjet, shkruan ai. Ministri italian i mbrojtjes, Guido Crosetto, u shpreh se marrëdhëniet mes dy vendeve janë të shkëlqyera, ndaj apeloi që bashkëpunimi mes kombeve të jetë gjithnjë më i ngushtë. Ky moment është i rëndësishëm për ne, sepse është dëshmi konkrete e miqësisë së Italisë ndaj Shqipërisë dhe shpreh gatishmërinë dhe vullnetin tonë të mirë. Si për sa i përket ushtrisë, ashtu edhe çështjeve me karakter ekonomik. Dhurimi i anijes Libra nuk përbën thjesht një pikë mbërritjeje, por një pikë nisje të bashkëpunimit të shkëlqyer që ekziston mes vendeve tona, si dhe bashkëpunimit mes forcave tona të armatosura. Ne jetojmë në një kohë të vështirë dhe kombet duhet të ndërgjegjësohen dhe duhet të bashkëpunojnë më ngushtë. Prej ditës së sotme, do rrisim nivelin tonë të bashkëpunimit, tha ministri italian, ndërsa Rama deklaroi se dhurimi i anijes dhe pakti me Fincantierin është një dëshmi e fortë e bashkëpunimit. Sipas tij, kjo është më shumë se aspekti material, sepse po punohet për të krijuar një sinergji të rëndësishme dhe për të krijuar bashkë një energji të re, për të ecur përpara dhe për të transformuar dhe thelluar më shumë këtë miqësi dhe marrëdhënien mes dy shteteve. Të japim mundësi përpjekjeve të reja, dhe është shumë e qartë që duhet të bëjmë ç'është e mundur. Nuk ka rëndësi nëse je i vogël apo i madh, por besoj se kjo lidhje me Italinë do të thotë edhe më shumë për punën e bërë bashk. Dua të falenderoj të gjithë skuadrën, dua të falenderoj edhe kreun e ushtrisë italiane për të gjitha dhuratat dhe padyshim për kujtimet e bukura që mora. Është vërtet një kënaqësi dhe shpresoj të jenë të gëzuar me këtë marrëveshje. Ne duhet të vlerësojmë edhe këtë dhuratë të madhe nga ana e Italisë, tha Rama.